të fshatin tonë nane, do ta bën qytet. Hajde dhe moj, ka të fshatin tonë nane, do ta bën qytet. Hajde dhe moj, shtapita me tulla nane, sa pas kanë lezet. Hajde dhe moj, shtapita me tulla nane, sa pas kanë lezet. Hajde dhe moj, alitri kam driti nane, radiua buqet. Hajde dhe moj, alitri kam driti nane, radiua buqet. Hajde dhe moj, telegramat vina nane, vina me sekret. Hajde dhe moj, telegramat vina nane, vina me sekret. Hajde dhe moj, ikin djemtë nuset nane, shkojnë në kurbet. Hajde dhe moj, ikin djemtë nuset nane, shkojnë në kurbet. Hajde dhe moj. A jene që para një në e toku, para një në korist naprave. Nije, sve ušte držime. Lani ti je dikatër, ali nije go Turka dikatër. Sve ušte nije mjesta za zajednice držime. Inače, ludzie, wczoraj mi rečete, ja si da vam že sa ludzie si zakljaju. Ama bara, da je stupira. Ama nema da go rešimo problemu da pobjede zapete 3 kamiona naša. Ama nema da go rešimo problemu. Problemът се решава, сега слушай ще кажем проблема как се решава. Да се събериме сите писмено барање до општината Долнени, до општината Прилеп. Нема општината ни пари ни памет. Директно Скопје. Ама со сите институции да ги запознаеме и да ги носиме во Скопје, и Скопје да ги разбериме. Ама да се подпишеме Оре Скопје може да си велат направене пат. Da. Абе то за така. Сите институции да се запознаат. Mnogo ubo. Па зона ќе таму директно. Unë jem Azi Ibrahim Sadiku, i fshatit Cërnilisht. Këtë rrugë, që pyetni juve, ne çdo ditë kalojmë këtë rrugë. Mirëma rruga është jo e mirë. Këtu këtë rrugë e shfrytëzon Piropotovës, këtë katundet Peshtelov, Sekirc, Kostinc, Cërnilisht edhe Kostirash. Në këtë anë e përdor Bokomilla, Nezhilova, Oresha, edhe Jabolqisti poshtër edhe Jeprivi. Mirama kushtet të udhës nuk bëjt hyç, udha është e zjes edhe zbon. E qëtash, rruga Picërnilishte, Jabolqisht ka 31 kilometër piktuit, rruga zbon ne ecim larg pi Graçkom, Veles edhe Jabolqisht bëjmë 170 km. Me 31 km është kjo absurde, shumë pune. Shkurtohet rruga, për sa? Normal, për 140 km shkurtohet. Për 11 km si duhet të punohet. 11 km është pa hap rruga për Jabolqisht. Qetra është kështu si e shohëm neve. Edhe kjo është banë mirë, ajo që 11 km
nuk shkojnë. Shumë rrugë randë. Për ku e bani këtë rrugë ju? Pa komunikojmë me Veles, me Shkup, Manastir, Prilep. Na vjen shumë shkurt, po se nuk bëjnë kushtet e rrugës, nuk është rruga e mirë dhe atëherë detyrohemi të shkojmë 100 sa bote, 170 km për të mbërrish në Veles. Me bo me llogari, atëherë më shumë kemi harxhime tu i Remonte. Këto veturat se të shkojmë okolle, po prap koha s'na le dhe patjetër të kalojmë këmbë. Amortizeri troshet, gurtni, Gumikini. Aseto të ato. Në komunën e Qashkës gravitojnë Jabolqista i poshtër, Jabolqisti i epër, Vranovsi, Melnica, Slivniku, Buzallakova, Lukavec edhe Orizaria. Orizaria është musliman bošnjak. 3 vjet ishte mshel hiç nuk, tash sa do kudo, dalin edhe kerrat e vogël, dalin edhe diçka këto kombinat, dilet një farë turli. Ai ishte mshel 3 vjet. Ashtu ishte? Ashtu ishte. Edhe na ndihmon komuna Dollnenit, na ndihmoi shumë s'ka neve kontributin e shoqërisht kështu, kush çka deshte. Edhe qaq rritim, qaq mundem, qaq bom. Fol për rrethinën e da themi të Velesit, komuna Qashkës, ato blegtorie dhe ma shumë me këto çajna, barna, Purdha, Borovnica, që ato, rrethi Prilepit, tanë kryesore kanë duhanin, dhe gjithë punët qera në mshilen, se askush një shok, një mik, një çka don të investoje, vjen gjithë gjanën e shef mirë, ama komunikacia është shumë e rëndë, për atë se njëherë vjen edhe prezidenti bëhet pishmam se ka ardhur, dhe ka thyr kerrin, i ka zanë, ka prish gumen, edhe ndalen ato. Kanë ardhur investitor për të bëjnë ski liftovi, për të bëjnë do një farë objekti, ka dikush pi Hollande është interesuar në Bjeshkën Jokupic të bëjnë një spital për mushknit. Disa herë janë tu ardhur tu shku edhe shohin kushtet edhe tërhiqen. Infrastruktura zbane dhe hiqen. Deri sot në këtë finaljetën, këtë partijet nuk akuzojmë as një parti kjo s'ka bo, ajo ka bo. Këtë partijet nuk kanë bo kur gjakeni. Një infrastrukturë, kur një kacesi, thuemi ne, nuk kanë rrugë në vendin tonë, Piro Potovës edhe njërë që këtu ku jemi neve në anën e Velesit.
Kitu e kena, një muj ditë më thënë s'kena ujë. Thahet edhe kjo dhe të jetoha që kështë me zorë. Kur vjen, kur vjen. Rrinën hija fi. Këtë bëhat ujë të kemi rrugën të kemi aja është. Borët do një ujë bëzën të matë që të vine ujë të kitë të më shati, jo vetëm një shpi e dy. Vetë një pa ujë, dhishë kërkoj. Porosia duhet pak a shumë, duhet t'i shofe vetë këto probleme, po duhet edhe ne t'i ofrojmë të kështu, ne s'kemi rast sy të mund të komunikojmë se ai duhet vetë t'i shofe këto, se për ato është i zgjedhur për këto probleme, se asnjë personalisht ose kështu familjarisht ose diniturlisht unë i përballoj këto shpenzime. Mund vetëm qeveria ose me komuna me ndihmën e qeverisë. Po tash sa kanë mundësinë ato edhe sa duhet bëhet, sa çka kanë ato, ne patjetër kështu t'u afrojmë këto si kërkesa. Sa mund t'i realizojnë ato e dim, nëse dim hesapin e aty, nëse çka mungon si vjen deri aty. Në gjysmët udhës ku është e zezë, pej ati asfalti, deri në fushët Prilepës, është mes të Kodrës, ky ujë. Se kjo rrugë na ndihmon shumë neve. Na duhet kjo rrugë. Edhe se buen. Cilat zona i lidh kjo rrugë këtu, e din ti? I di. Cilat fshatra? I lidhen fshatrët e Velesit edhe fshatrët e Prilepit. Cilat? Cërnilishtën, Bogomillën, Soglen, Nezhilovën. Problemin më madh e kemi me rrugën, cila është në gjendje katastrofale dhe banorët të Cërëlishtës ditë për ditë e kalojnë atë rrugë duke shkuar në fshatrat e tjera Debresh, Zhitoshi dhe Prilep ose Kërçov dhe duke i prishur makinat vetëm. Sa i përket rrugës, rruga është asfaltuar 1975 me mjetet vetëm të Cërnilishtës, të fshatit Cërnilisht, prej Cërnilishte deri Ropotov me gjatësi prej 12 km. Që do të thotë që tjerët fshatra nuk dhanë pare, por as shteti as vetëm me pare të banorëve të fshatit Cërnilisht. Dhe diku mos e teproj mbi 10 vjet rruga është në gjendje e keqe. Dhe sa vjen pas dite gjendja keqësohet. Kërkimet janë bërë nëpërmjet komunës, në mënyrë tjetër direkt deri te qeveria për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës, mirë po rezultate deri tash s'ka. Mendimi im personal është se nëse në Cërëlisht jetonin Maqedonas, rruga do të ishte e asfaltuar.
Kete mbështet me faktin se kur mbusheshin gropat të rrugës me asfalt, i mbushin deri në Kostince dhe ktheheshin prapë rrallë, i mbushin edhe për Cërrilisht. Tash folet se qeveria pas ka plan të asfaltojë rrugën për Kishën, manastirin në Zërze, ajo për Cërrilisht, që do të thotë ky një diskriminim që munden edhe fëmijët ta shohin me sy të vetën. Ne kemi interesimi madh të asfaltohet rruga për Cërrilisht për shkak se kemi nevojë. I prishëm makinat, i prishëm traktorët e ashtu me radhë. Ky dokument paraqet do të thotë kemi marrë iniciativë të gjithë bashkësitë lokale e këtij vendi këtu sa mban kjo rrugë 12 kilometra. Të bëjmë kërkesë deri te qeveria e Maqedonisë për të rindërtuar do të thotë rrugën e cila fillon nga Cërnilishta deri në fshatin Ropotov. Vërtet jeta e kësaj popullate në veçanti shqiptarëve të Cërnilishtës është bë monotoni dhe gati fjala e dytë që bisedon kjo popullatë është pikërisht çështja e rrugës dhe unë personalisht apeloj dhe kërkoj nga faktori politik shqiptar që të marrin masa urgjente për ta ndihmuar që kjo rrugë të rregullohet, nga se gjithmonë kur kanë ardhur në këtë vend këtu, kanë bë premtime dhe ato premtime do të thotë kanë rënë në ujë dhe kërkojmë që ta kenë parasysh se në të ardhmen ka mundësi që kjo popullat t'i bojkoton edhe zgjedhjet e ardhshme, nga se vërtet nuk ka durimi, ka kaluar kulminacionin dhe kjo popullat nuk mund të duron më tepër dhe kërkojmë që të merren masa urgjente për ta rregulluar rrugën, nga se gati çdo e dyta shtëpi posedon veturë e cila kushton së paku 3.000 euro dhe ato 3.000 euro do thotë janë fitu me djers 2 vite me radhë duke punuar duan dhe për të siguruar një veturë për nevojët familjare që i ka kjo popullat. Andaj, siç u cek edhe pak më parë, se kjo rrugë, unë apeloj për deri te faktori politik shqiptar të merë masa, nga se, siç tham, se kjo rrugë nuk ndërtohet vetëm se e shfrytëzon popullat shqiptare. Sa më shpejt të rregullohet, se kjo rrugë shumë na nevojitet ne. Kjo rrugë jo sall ne Tanës Prilepit, por edhe Tanës Velesit u nevojitet kjo rrugë. Këtë rrugë e kanë andru edhe gjyshet tonë, edhe stërgjyshet tonë me kuale dhe me makarina e kanë komunikuar këtu. Sot ne me vetura son vim në Bogomyll, që Bogomyllën e kemi 17 km Cërnilishta me Bogomyllën ka. Bogomylla para ka qenë komunë edhe ka pas pazarin i vetë. Ne kemi ardhur në pazar në Bogomyll, pa edhe ato kanë ardhur në anën tonë, në Prilep.
Sot dalin me vetura që shkojnë në Bogomil, ose ato dalin në anën e Prilepit. Piro Potove, kalon Peshtelov, Sekirce, Kostin, Cërnilisht, Gostirash, edhe djel në anën e Bogomilës. Në Nezhilov, Jabolqisht. Për Jabolqisht djel në Malarek, në Aldinc, Kitka, edhe Koliçan, tepër edhe të poshtër, në Drashov. Pisën e lishtës, Drasheva ka 62 km në Zhilov, Jabolqisht, edhe Malarek. Dhe lidh Pelagonin dhe Shkupin. Pelagonin me Karqakën i lidhen kjo rrugë. Me 62 km neve e shkurtojmë 120 km rrugën pik Tujt për në Shkup, sa me Shkup pik Prilep, Gratsko edhe Veles Shkup. 120 km kemi mangat Dracheva. Jo, komuna thot ajo është rrugë regionale, nuk është lokale. Ne komunat e kanë salë veç se lokalen të mbarojnë, me gjithë si edhe ato si mbarojnë edhe lokalet. Kjo është regional. Rruga duhet të bëhet, e kërkojmë, rruga është shumë e mirë, hafër është për në Shkup, me 7 km, në 120 km më hafër vjen, piktu të pika Pletvari, e që ashtu, kërkojmë edhe država, kjo shtetit të në ndihmuar të buhe këtë rrugë, qeveria, të buhe këtë rrugë, sepse e në për shteti nuk kjo e mirë, kjo rrugë nuk e keqe. Po e lidhën Pelagonin, bitë manastirin që horin, e lidhën Shkupin knina dhe Leshin, e kretë qëto, e kërkojmë ne sa mundemi kërkojmë, ama deri ku da mërim dhe shumë. Западният дел на републиката или преко Македонски брод от тази страна, Кичев брод и така нататък. Непостоянето на този път и нерешаването на вторият излез за повързуване на жителите от овой дел на Пелагония, на краят на Пелагония, преко Богомила и връзка с Скопие, со тој дел и цела република останува енигма нерешлива. До сега, колко што јас се сеќавам, негде 4 пати е тој пат почнат, никогаш не е завршен. Еден период имаше некоја надеж дека тој пат ќе биде на некој начин доведен до крај и поврзување на жителите од овој дел на републиката со другиот, да речеме, еден надворешен свет, затоа што едноставно овие жители се блокирани од сите страни. Постоеше негде околу 1998 година, но и тая ситуација пропадна, парите беа повлечени со ребаланс негде крајот на есента, зимото, со обеќање дека наредната година, пролета, ќе бидат парите вратени. Во таа интервенција учествуваше предпријатието Бето, заврши така, тоа што се санира, се остави на завод на времето и за 3-4 години после тоа тој пат е во употреба. По него не може ни трактор да помине, ни камион, а камоли лека кола. Решавањето на проблемите на народот треба да биде секојдневна грижа на сите оние што се задолжени по било која линија, а не да биде само обеќавање пред изборните кампањи. Доста му е на овој народ од такви обеќавања, затоа што со еден таков случај се судираме и ние во ова село во целиот овој период од 20 години.
и до овој момент решение нема. Да се надеваме дека овој пат структурите, па и да се вратиме назад, еве на локално ниво, општина Долнени, ќе смогне сили и ќе го разреши еден барем од овие два основни проблеми за жителите на ова село. Ево ова водичка од ова страна, лево тука што ја гледаме, не е лоша, камерата нека ја сними. Ја слободно ќе ви кажам дека таа е забранета вода за пиење. Ако пие живината, стоката, тогаш таа се разболува. Ние таа вода е единствена вода за пиење што ја користиме тука. И поред тоа што е забрано. Least Affairs, Octavia Nasser. Favourable or not? Well, first of all, not many people in the Arab world knew that she was competing in the beauty pageant, but now most of them know that she won. I think this is the most